Prokuroria ka arrestuar 8 persona për skandalin e rimbursimit fiktiv të ilaçeve, ndër të cilët edhe drejtorin e Drejtorisë Rajonale të Fondit të Kujdesit Shëndetësor për Tiranën, Pierin Xhuvani. Por niveli i të arrestuarve është shumë i ulët në krahasim me rrjetin e mirë organizuar që i vodhi buxhetit të shtetit në një vit 56 milion lekë të rinj. Një juriste dhe një punojse janë zyrtarët e shtetit të vënë pranga, madje ato janë nga Drejtoria Rajonale e Fondit në Tiranë, ndërkohë që kontrolli nis dhe përfundon më lart se kaq, deri në kupolën drejtuese të Fondit të Kujdesit Shëndetësor. Në raportin 47 faqesh të Zyrës Antikorrupsion në Kryeministri, përmendej emri i nëndrejtorit Skuraj si një nga personat kyç të skemës. Në këtë listë renditen 11 subjekte farmaceutike që kanë edhe përqindje rimbursimit të barabartë ose më të lartë se 2 milion lekë. Përkatësisht, farmaci Geni and Lori në pronësitë e zonjës Loredana Skura, bashkëshortja e vëllait të zëvendës drejtorit të përgjithshëm në fond, si dhe farmaci Kolis në pronësitë e zonjës Elida Gogu, bashkëshortes së zëvendës drejtorit të përgjithshëm në fond. Madje edhe në 5 arrestimet nga rjeti farmaceutik bëhet fjalë për drejtues teknik të tyre. Ndërkohë, prokuroria ka vërtetuar skemën e dyshuar nga antikorrupsioni. Firmat dhe vulat e mjekëve falsifikoheshin dhe lëshoheshin receta me barnat kryesisht për sëmundje tumorale, pasi ato kanë vlerë më të madhe për shkak të kostos së lartë. Më pas, këto receta ekzekutoheshin në disa farmaci me të cilat ishte bërë marrëveshja dhe përfitoi rimbursimi pa u shitur asnjë ilaç. Por ndër të arrestuarit flitet për drejtues farmacish në Lundër dhe Bërzhit, ndërkohë që raporti nxjerr emra të tjerë në farmaci brenda në Tiranë. Ndërkohë, Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj ka reaguar nga Korça, nga ku ka kërkuar vijim të hetimeve nga prokuroria për këdo. Është auditi i fondit që ka bërë kallëzimin në prokurori. Tashmë prokuroria duhet të ndjek punë, të vazhdoj punën e saj. Unë i kërkoj hetim sa më të gjerë dhe sa më të thellë për këdo. Por duke shfrytzuar konferencën për shtyp lidhur me këtë çështje, ministri Çuçi paralajmëroi për hetime të tjera në nivele ministrash. Kemi çuar shumë dosje të zyrtarëve të gjitha niveleve, përfshi dhe niveleve më të larta të qeverisë. Ato i keni publike edhe në sekretarit e prokurorive. Çuçi theksoi se hetimi për ilaçet ishte nisur nga Departamenti Antikorrupsion në Kryeministri, ndërsa Ministri i Shëndetësisë po sot përsëriti se auditi i brendshëm i fondit e çështje në dyert e prokurorisë.